Hey, nuk e dja i keni parë këto ditë, po diçka jashtëzakonshme po ndërtohet në zemër të Tiranës, te sheshi Nën Tereza. Këtu janë vendosur bariera sinjalistike re dhe gjitha duket si një eksperiment i ri. Tiranës i shtohen gjëra të reja çdo muaj, por ky rrethrodullim ka kapur vëmendjen, ndoshta sepse është në qendër të saj. Ajo që të bën përshtypje është se këtë lloj ndryshimi nuk e sheh në lajme se çfarë po ndodh, por ti e sheh në rrugë me sytë e tu dhe fillon të bësh pyetje, a do të ndihmojë kjo në trafik apo do të krijojë më shumë rrëmuj? Punëtorët janë në teren, disa matin me metër çdo detaj si kirurg të asfaltit, të tjerë lyejnë me ngjyra të forta dhe këto viza të reja do të udhëzojnë makinën tënde në të ardhmen. Shoferët kalojnë ngadalë, i sheh që nuk janë të sigurt se çfarë është duke ndodhur. Shohin tabelat, pastaj barierat, pastaj njëri tjetrin. Sot temperaturat ishin shumë të larta, dielli bie drejt mbi asfalt, por punëtorët nuk ndalen. Ecin shpejt, duken të organizuar dhe të vendosur, sikur ta kenë planin të qartë, dhe edhe pse askush se ka sqaruar publikisht se sa do të zgjasë kjo ndërhyrje. Këto nuk janë thjesht viza mbi tokë, janë vendime që ndikojnë si do të lëvizim të gjithë, dhe fakti që njerëzit ndalen për ta parë, do të thotë që kjo s'ka kaluar pa u vënë re.